Kam sjell recetën e tortës pavlova, një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë për përgatitje, me pak përbërës, bëhet shumë e shijshme, ideale për festa të ndryshme, një ëmbëlsirë që mund ta dërgoni si dhuratë. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj ëmbëlsire shumë të shijshme, të thjeshtë për përgatitje me pak përbërës, mbi të gjitha një ëmbëlsirë shumë e bukur për syrin. Në një tenxhere shtojmë 400 gram me sheqer, mund të përdorni edhe sheqer pluhur nëse doni, dhe i shtojmë 5 të bardha të vezës. Mirë po këto duhet të jenë në ambient dhoma, se si nuk guxon të jenë nga frigoriferi vezët. Tash edhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare, do e përzijmë kështu masën vazhdimisht derisa sheqeri të shkrihet, masa tjetë e vakët derisa ta durojnë gishtat e dorës, deri në atë masë duhet të bëhet përzierja. Kam përzier masën mirë dhe masa është gati të largohet nga zjarri, është fitu një masë e lëngshme, është shkrier sheqeri dhe është në një nxehtësi tamam që mund ta durojnë gishtat e dorës. Tash masën e kalojmë kështu në një enë të madhe, patjetër ena duhet të jetë e madhe, sepse kur të rrahet mirë me mikser, atëherë duhet që të ketë hapësinë sepse do i rritet volumi. Unë do e hedhi tek ena e robotit elektrik, sepse do e rraj me robotin elektrik, do jetë më mirë, por nëse nuk keni, mundeni edhe me mikser të bëni rrajën. Kështu e kalojmë gjithë masën. Dhe ja shtojmë pak krep dikon me maja gishtash, dhe masën tash e rrahi mirë në robotin elektrik, derisa ta formojë në një lloj shkume të fortë e cila nuk largohet nga ena. Tash masën e vendosi kështu tek roboti. Dhe rrahi mirë derisa ta formojë një shkumë të bardhë. Pasi kam fituar një shkumë të fortë, e cila nuk largohet lehtë nga ena, marr një tepsi dhe në të kam vendosur kështu një letër për pjekje dhe pak kështu në 4 qoshët e letrës, vendosi nga masa dhe në mes, dhe letrën e kthej nga pjesa e poshtme e tepsisë. Këtë mënyrë ngjitet shumë lehtë letra. Masa nuk do lëvizë derisa t'ja japim formën. Letra ngjitet. Tash e kaloj masën. Marrim një shpakull kuzhine dhe në mes të tepsisë e kaloj kështu masën. Mundohem që mos t'ja jap një formë shumë të madhe, por të vogël dikon rreth 18 cm do jetë mjaftueshëm. E vendosi gjithë masën. Tash masën kështu e bëj në formë të rrethit, siç e ceka dhe më parë, në një masi dikon rreth 18 cm është mjaftueshëm. Sa më shumë mundohem t'ja jap formën rrethore. Dhe në mes ja bëj një vrim. Kështu marr një thikë ushqimi që konsumojna të mishit. Shumë lehtë e keni të veproni kështu me thikën.
Kam bërë dhe vrime në mes, tash filloj nga anësore, duke ja dhënë kështu një formë të bukur. Çfarë forme t'i jepni, ajo formë do ngelet pas pjekjes. Disa herë kështu nga anësorët veproj, derisa t'i dale forma e bukur. Përsëri në mes do ja formoj vrimën. Kështu për disa herë radhazi do e formoj formën e tortës derisa t'i dale ajo forma e bukur. Tash herën e dytë, për herën e tretë, derisa ta fitoni në atë formë bukur. Për disa herë do ktheni t'ja jepni këtë formë. Mirë, në mes duhet patjetër që t'jetë e formuar vrima. Ëmbëlsirës ja kam dhënë formën e dëshiruar, ka dalë një formë shumë e bukur. Kam marrë kështu një shpakull në fund, shpakull kuzhine, dhe në këtë mënyrë kam vepruar për pjesën e fundit. Jam mundu që ta bëj zvrastirën në mes, sepse kjo zvrastirë nevojitet për mbushjen e ëmbëlsirës. Dhe ëmbëlsira është gati për pjekje, kam nxjerrë furrën në 120 gradë, dhe në atë temperaturë do e pjeki për 1 orë e gjysmë. Gjatë pjekjes nuk do e hapi derën e furrës, dhe kur të pjekët ëmbëlsira pas 1 orë e gjysmë, e fiki zjarrin dhe e lë në zjarr derisa ëmbëlsira të ftohet plotësisht. Pasi torta është ftohur, ne përgatisim mbushjen në një tenxhere. Shtojmë frutat, malit, lështryve, mjedra, çfarë të keni, qërshi mund të shtoni në një tenxhere. Unë këtu kam dikon rreth 300 gram me mjedra. Shtoj në tenxhere dhe ja shtoj një gotë 200 ml me ujë. Unë i kam mjedrat e ngrira, mund të përdorni edhe të freskëta, pa fije problemi, dhe i zi zjarrin në temperaturë mesatare, e zi masën derisa të vlojë. Masa shkrinj dhe ka fillu që të vlojë. Tash ja shtojna, tu kam hedhë 2 lugë gjelle të mbushura plot me një shesë dhe ja shtoj 100 ml me ujë dhe përzi mirë masën që një shesa mos ngelet tuffa dhe do e shtoj në tenxhere. Kam përzier mirë, derisa masa nuk ka ngelur tuffa. Tash e shtojna në tenxhere dhe përzina mirë. Shtojna 4 lugë gjelle me sheqer, ose sheqer mund të shtoni sipas dëshirës. Përzi masën mirë, e ulim temperaturën dhe në temperaturë të ulët dhe zi masën dikon për 7 deri në 8 minuta duke e përzier vazhdimisht. Masa është zier mjaftueshëm, tash e largoj nga zjarri dhe laj që të ftohet. Ëmbëlsirën e kam largu nga furra, e vëreni dhe vetë se nuk ju ka prishur forma. E kam lënë që të ftohet në furrë, ashtu do del më mirë. Tash marr një thikë dhe mundohem kështu që nga mbrencia ta bëj shprishjen, që të ketë hapësinë ka të bëhet mbushja me masën. Vërtet ka dalë shumë e mirë, as nuk është prishur forma gjatë pjekjes. Kështu me anë të thikës ja prishim mbrencinë. Bëjnë hapësirë ka të bëjmë mbushjen. Kam kalu ëmbëlsirën në një pjatë, tash marr një thikë dhe do e ndoj në gjysmë. Ja largoj pjesën e sipërme, këtë mënyrë do bëj mbushjen më mirë. Largoj pjesën e sipërme. Këtu kam rrah dikon rreth 250 gram me ojë të ëmbël, poplla.
dhe vendosi kështu mbi pjesën e parë të ëmbëlsirës. Shtrëbëj një shtresë të trash. Nduhem që t'ja jap formën e ëmbëlsirës dhe ojkës. Vetëm munduhem t'ja jap formën e rrafsh. Pasi ja kam hedhur një shtresë me ojk, tash ja shtoj masën e përgatitur me mjedra o shftohur. Patjetër duhet jetë e ftohtë masa, sepse nxehtë nuk do bën. Kështu, përhapi mirë. Tash mbi masën hedhim lule shtridhe të prera në feta të holla. Përhapi kështu me gjithë sipërfaqen. Lule shtridhe mund të vendosni sipas dëshirës, patjetër vetëm se duhet të jenë të prera kështu në feta të holla. Sipër lule shtridheve hedhim përsëri nga ojka, po një shtresë pak më të hollë, munduhem kështu që t'i mbuloj lule shtridhe dhe kremin nga mjedra. Në mes mund të lë një mbushje ose tash ta vendoj një pjesë më të trash ose pasi t'ja vendosi pjesën e sipërme, po pasi t'ja vendos në pjesën e sipërme do e lëm pak. Ja kam lënë shumë pak nga masa, tash vendosi pjesën e dytë të ëmbëlsirës. Vërtet ka dalë shumë e mirë, shumë e bukur. Tash kështu mesin ja vendosi ojkën tek vrimë e formuar. Duhem që ta mbushi mirë. Kam mbushur dhe mesin me ojkën, tash marr masën nga mjedrat dhe filloj që kështu në pjesë të vogla të vendosi mbi ëmbëlsirë. Mund ta vendosni në forma ndryshme, varet nga qefi juaj, se si doni të duket. Kështu në pjesë të vogla do e vendosi. Kam vendosur kremin me mjedra, tash është koha e dekorit, dhe dekoroj me fruta, me kivi, lule shtridhe dhe disa manafera. Unë kam manaferat ngrira, mund të përdorni dhe manaferat të shkrira pa fije problemi. Kështu, lule shtridhet i ndoj në gjysmë, disa në pjesë më të vogla, varet se si doni. Dhe kivin dhe prej në fetat holla. Vërtet do del shumë bukur. Kam bërë dekorin me lule shtridhe, kivi, manafera, boronicë, një ashtu do ja vendosi edhe disa fleta menta. Vërtet do bëhet shumë bukur. Dekori gjithmonë është nga dëshira juaj.
Në kesën e dekorit kam hedhur dikon rreth 100 ml me ujë të ëmbël të rrahur dhe tash dekoroj ëmbëlsirën nga ansourët. Kam shtuar dhe sheqer pluhur sipër, kështu për dekor, dhe ëmbëlsira është gati për konsumim. Ideale për dhurata të ndryshme, për festa, ja vlen me provu këtë recetë. Ja dhe si duket nga mbrencia, vërtet ka dalë shumë e mirë. Besoj se s'ka për mi mungu shija këso pamje të bukur. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë tort pavlova, ju bëft mirë. Ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.